Atë që nuk e bën incineratori prej muajsh të tërë, e ka bërë në orët e para të mëngjesit Gleden Llatja, kryetari i bashkisë, bashkë me administratorin e shoqërisë Eko Alp, për të justifikuar vjedhjet që këtu. Landfilli Elbasanit, i ndodhur rreth 2 kilometra nga qyteti, është një nga problematikat më të mëdha mjedisore në vend. Investigimi i BoardNews.al ka arritur të sjellë për herë të parë pamje të brendshme të këtij landfilli, ku mbizotron kaosi, ndotja dhe mungesa e çdo standardi për trajtimin e mbetjeve. E pozicionuar në një sipërfaqe rreth 400.000 metra katror, fusha e mbetjeve është rrethuar me gardh të lartë dhe roje sigurie, duke bërë të pamundur monitorimin e jashtëm nga mediat apo qytetarët. Që nga porta hyrëse ndjehet një erë e rënde toksike, treguesi qartë i kushteve katastrofike brenda. Në vend të ndarjes për përpunimin e mbetjeve, fusha është ndruar në një grumull të pak kontrolluar plerash, ku malet e mbetjeve kanë ndryshuar nivelin natyror të zonës. Makineritë e pakta që operojnë aty duken më shumë si pajisje që thjesht shkelin mbeturinat se sa i sistemojnë. Në vitin 2014, qeveria dha koncesion ndërtimit të landfillit dhe inceneratorit me një kontratë 30 milion euro. Qëllimi ishte ndarja e mbetjeve dhe incinerimi tyre për prodhim energjie, por inceneratori pothuajse nuk ka funksionuar asnjëherë. Në vitin 2021, pas hetimeve të SPAK, ish ministri Lefter Koka dhe disa biznesmen të lidhur me projektin u arrestuan për korrupsion, shpërdorim detyre dhe pastrim parash. Banorët e zonës janë të ekspozuar ndaj ndotjes së vazhdueshme. Zjarret e shpeshta në landfill lëshojnë tym toksik, duke ndikuar drejt për drejt në shëndetin e tyre. Pavarësisht raporteve dhe denoncimeve të shumta, nuk është marrë asnjë mas për të përmirësuar situatën. Hetimet për aferën vazhdojnë, por ndërkohë Elbasani dhe banorët e tij vijojnë të vuajnë pasojat e një skandali të shumëfisht që ka sjellë jo vetëm dëm ekonomike, por dhe një katastrofë mjedisore të vërtetë.